Hapja e portave të hidrocentralit të Banjës ka përmbytur një sipërfaqe të konsiderueshme toke bujësore, sera dhe ulli në fshatrat Linas dhe Selit në bashkinë e Cerrikut. Drejtori i bujësisë të pyjeve në bashkinë Cerrik Çerçis Shabani na njeh dëmin real në dy njësitë administrative dhe shkakun e përmbytjeve. Që edhe bashkia e Cerrik, si gjithë fermerët e tjerë të Republikës, janë prekur nga këto dëme, nga përmbytjet, për arsye të rreshtit të dendur që kanë rënë gjatë kësaj periudhe, dhe konkretisht dëmet më të mëdha që kemi në njësinë administrative Klos dhe njësinë administrative Mollës, ku në njësinë administrative Mollës janë përmbytur rreth 1 hektar, 1,2 hektar me sera, të cilat kishin kultivuar në pjesën më të madhe lakër Brukseli që quhen ata, e cila është përmbytur dhe në Linas, ke fermeri Daniel Tafa, niveli i ujit ka arritur brenda në serë rreth 50 cm. Dhe është mbuluar gjithë sipërfaqja e tokës që ai kishte në përdorim, është mbuluar me ujë, edhe produkte që kishte mbjell jashtë, kurse në fshatin Selit, përveç serave që janë përmbytur edhe aty rreth 5 lum, Lumi Devot ka gryer ke fermeri Osman Ziu, ullin të tij rreth gati 200-250 rrënj ullin, cili ka marrë bashkë me sipërfaqen e tokës. Dhe megjithatë, ne për të ndihmuar i kemi qëndruar afër fermerëve. E para është shirat, që kanë si e përmendët dhe ju, dënësia e madhe, sasia e madhe e rresheve, por në këtë përmbytje ndikoi edhe hapja e portave të hidrocentralit të Banjës. Dhe hapja e këtyre portave shkaktoi këto përmbytje për arsye sepse e rriti shumë sasinë e ujit të shkarkuar dhe shtrati i Lumit Devot nuk e përballonte dhe doli jashtë shtratit të lumit. Dhe kjo mbas e ndikoi shumë në këto përmbytje. Ndërsa fermerët thonë se kanë falimentuar, ndaj dëshpërimisht kërkojnë ndihmë nga shteti, Zoti Shabani bën me dije se tashmë është ngritur një grup pune për të evidentuar të gjitha dëmet e shkaktuara, të cilat do t'i përcillen Ministrisë së Bujqësisë. Ne si bashki kemi ngritur grupin e verifikimit të këtyre dëmeve dhe kemi filluar nga skaj më i lartë që është Selita, edhe po vazhdojmë t'i marrim fshatrat me radhë për të parë se çfarë dëmesh janë konkretisht. Bashkia e Cerrikut konsiderohet më e prekura nga përmbytjet e tokave bujësore nga rreshtet e fundit në qarkun e Elbasanit.